Numri i fluturimeve komerciale konsiderohet një nga treguesit më të rëndësishëm për të matur zhvillimin e turizmit dhe nivelin e lidhjes së një vendi me pjesën tjetër të botës. Ky tregues reflekton drejt për drejt fluksin e turistëve, lëvizjet e biznesit dhe dinamikën ekonomike. Në rastin e Shqipërisë, të dhënat e fundit tregojnë një ecuri mjaft pozitive, duke sinjalizuar një rimëkëmbje të fortë të sektorit ajror dhe turistik. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, Shqipëria renditet si shteti me rritjen më të madhe në Europë për sa i përket fluturimeve komerciale në krahasim me periudhën para pandemisë. Konkretisht, statistikat për muajin mars tregojnë një rritje për 165.2%, një shifër që jo vetëm të kalon ndjeshëm mesatarin europiane, por edhe e vendos vendin në krye të listës për këtë tregues. Kjo rritje lidhet ngushtë me zgjerimin e ofertës së fluturimeve, hyrjen e linjave të reja ajrore dhe rritjen e interesit të turistëve të huaj për Shqipërinë si destinacion. Nëse e krahasojmë Shqipërinë me vendet e tjera të rajonit, vjetëresht edhe ato kanë shënuar rritje, por në nivel dukshëm më të ulët. Pas Shqipërisë renditet Bosnia-Hercegovina me një rritje prej 60.1%, ndërsa Serbia vjen më pas me 50.8%. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje prej 44.2%. Malizi, një tjetër destinacion i rëndësishëm turistik, ka regjistruar vetëm një rritje minimale prej 0.7%. Në nivel evropian, panorama paraqitet më e diversifikuar. Islanda renditet ndër vendet me rritjen më të lartë, duke arritur 62.7%, ndërsa Malta dhe Greqia gjithashtu kanë përfituar nga rikthimi i turizmit, duke regjistruar rritje të konsiderueshme të fluturimeve komerciale. Këto vende të njohura për turizmin sezonal kanë arritur të rikuperojnë një pjesë të madhe të trafikut ajror. Megjithatë, jo të gjitha shtetet kanë ndjekur të njëjtin trend pozitiv. Disa prej tyre vazhdojnë të përballen me rënje të ndjeshme të numrit të fluturimeve. Rënja më e madhe është regjistruar në Sloveni, me një tkurrje prej 35.1%, e ndjekur nga Suedia me 32.4% dhe Gjermania me 20.7%. Këto zhvillime lidhen me faktorë të ndryshëm, përfshirë ndryshimet në kërkesë, politikat e transportit dhe sfidat ekonomike në tregjet përkatëse.